Horoskopi ditor e premte 28 nëntor 2025. Dashi. Sot është një ditë e fuqishme për të marrë vendime të rëndësishme. Hëna përputhet në mënyrë harmonike me planetin tuaj sundues, Marsin, duke amplifikuar shtysën dhe entuziazmin tuaj natyror. Besojini instinkteve tuaja ndërsa ato ju çojnë drejt suksesit në përpjekjet që lidhen me punën. Megjithatë, zbutni guximin tuaj me empati në ndërveprimet ndërpersonale për të ruajtur harmoninë. Financiarisht mund të lindë një mundësi e papritur që mund të rrisë stabilitetin tuaj nëse kapet menjëherë. Në marrëdhëniet personale, natyra juaj pasionante mund të ndezë një shkëndi. Thjesht sigurohuni që të mos digjet shumë fort ose të konsumojë atë që keni ndërtuar. Kjo është një ditë ideale për të pohuar idetë tuaja. Megjithatë, përmbahuni nga veprimet impulsive. Merrni kohë jashtë për të rimbushur energjitë tuaja. Përqendrohuni në ekuilibër. Kreativiteti dhe energjia juaj janë në kulmin e tyre. Sonte, kushtojini momente reflektimit për të shfrytëzuar njohuritë nga përvojat tuaja. Yjet favorizojnë qartësinë. Përqafoni anën tuaj vizionare dhe bëni plane për të ardhmen me optimizëm dhe kujdes. Demi. Më 28 nëntor, durimi dhe këmbëngulja përcaktojnë rrugën tuaj. Venusi, planeti juaj sundues, formon një aspekt të dobishëm me diellin, duke hedhur një shkëlqim të ngrohtë në marrëdhëniet dhe lidhjet tuaja shoqërore. Mund ta gjeni veten më të hapur për kompromis, duke zbutur çdo keqkuptim të kohëve të fundit në partneritetet tuaja. Në punë, planifikimi metodik dhe vëmendja ndaj detajeve rezultojnë të dobishme. Shmangni detyrat e nxituara, pasi cilësia e punës suaj mund të hapë dyert për mundësi të ardhshme. Financiarisht, rivlerësoni qëllimet tuaja afatgjata. Rregullimet e vogla sot mund të çojnë në përfitime të konsiderueshme në të ardhmen. Natyra juaj e palëkundur është një aset, prandaj besoni në aftësitë tuaja. Emocionalisht, kërkoni ngushëllim në hapësira të njohura. Shtëpia juaj është streha juaj sot. Merrni kohë për të kënaqur me kënaqësi të thjeshta. Qoftë duke gatuar një vakt të preferuar apo duke shijuar një mbrëmje të qetë me një të dashur. Kozmosi ju inkurajon të kultivoni mirënjohje, duke nxitur një atmosferë vlerësimi dhe dashurie. Binjakët. Erat komunikuese të 28 nëntorit ju favorizojnë. Dielli dhe Merkuri, planeti juaj sundues, kërcejnë në sinergji, duke rritur aftësitë tuaja verbale dhe duke lehtësuar dialogët kuptimplot. Sot është një kohë e shkëlqyer për të ndarë ide dhe për të kërkuar bashkëpunime. Rrjetet tuaja sociale mund të ofrojnë njohuri ose mundësi të papritura, qëndroni të hapur. Profesionalisht, inovacioni dhe përshtatshmëria shkëlqejnë, duke ju udhëhequr përmes sfidave të mundshme. Çështjet financiare mund të kërkojnë logjistikë të kujdesshme sot. Shmangni blerjet impulsive për të mbrojtur buxhetin tuaj. Në frontin personal, natyra juaj e dyfisht mund të kërkojë përvoja të ndryshme. Ekuilibri është çelësi i harmonisë. Marrëdhëniet thellohen kur dëgjoni më shumë se sa flisni. Emocionalisht, kurioziteti çon në momente ndriçuese. Eksplorojini ato me mendje të hapur. Merrni kohë për relaksim mendor. Një libër ose podcast i mirë mund të ofrojë një arratisje freskuese. Sonte, angazhohuni në dalje krijuese që stimulojnë intelektin tuaj. Kozmosi ju fton të përqafoni ndryshimin, duke nxitur rritjen personale dhe shpirtërore. Gaforria. 28 nëntori ndriçon sferën tuaj personale, ndërsa hëna vendoset në shenjën tuaj, duke rritur ndjeshmërinë dhe intuitën tuaj emocionale. Do të zbuloni se empatia dhe natyra juaj e kujdesshme i tërheqin të tjerët drejt jush sot, duke krijuar mundësi për thellimin e lidhjeve. Profesionalisht, besoni instinkteve tuaja të brendshme kur përballeni me zgjedhje. Pasi intuita juaj është dukshëm e mprehtë, mund të ketë një vëmendje të veçantë në çështjet e shtëpisë dhe familjes. Puna drejt harmonisë forcon lidhjet dhe ofron rehati. Financiarisht, merrni në konsiderat strategji të kujdesshme kursimi për një të ardhme të sigurt. Energjitë e sotme favorizojnë investimet e kujdesshme mbi përpjekjet e rrezikshme. Kujdesi për veten duhet të jetë përparësi. Bëni një shëtitje qetësuese ose kënaquni me një hobi krijues që ju mbështet. Kontaktoni miqt ose të dashurit. Fjalët tuaja mbështetëse mund të bëjnë një ndryshim në ditën e dikujt. Yjet ju nxisin të reflektoni mbi rritjen tuaj emocionale dhe të festoni udhëtimin tuaj. Sonte, meditoni ose shkruani në ditar për të qetësuar mendjen tuaj, duke lënë introspeksionin t'ju udhëheq. Luani. Sot shkëlqen me mundësi të shumta, ndërsa dielli, planeti juaj sundues, mbështet energjinë tuaj të zjarrt. 28 nëntori është perfekt për të shfaqur talentet tuaja.
karizma dhe talenti juaj krijues tërheqin vëmendje pozitive në punë dhe në rrethet shoqërore. Është një kohë e shkëlqyer për të udhëhequr projekte ose për të propozuar ide të reja, pasi besimi dhe entuziazmi juaj janë ngjitse. Prosperiteti financiar mund të vijë pas njohjes, por sigurohuni që vendimet për shpenzime të merren si me talent ashtu edhe me mençuri, ekuilibri është çelësi. Në marrëdhënie shprehni ndjenjat tuaja me dashuri dhe ndershmëri. Ngrohtësia juaj ushen lidhje të rëndësishme. Ngjarjet shoqërore mund të sjellin kontakte të reja dhe me ndikim. Prandaj përgatituni të krijoni rrjet. Shëndeti juaj përfiton nga aktivitetet fizike. Merrni në konsiderat fillimin ose ripërtëritjen e një rutine stërvitjeje që ju rigjallëron. Universi ju inkurajon të ndërmerrni veprime frymëzuese drejt qëllimeve tuaja, duke mbetur besnik ndaj zemrës suaj. Sonte, kënaquni me pak luks dhe festoni shkëlqimin unik që i sillni botës. Virgjëresha. 28 nëntori është një ditë ku praktikaliteti takon kreativitetin. Mërkuri dhe Neptuni harmonizohen, duke lejuar që aftësitë tuaja analitike të bashkohen në mënyrë efektive me imagjinatën. Kjo e bën zgjidhjen e problemeve në punë veçanërisht produktive. Besoni në zgjidhjet tuaja inovative. Rritja profesionale është në horizont, ndërsa qasja juaj e përpikt fiton respekt nga kolegët dhe eprorët. Financiarisht qëndroni të kujdesshëm në buxhetim. Shmangni shpërqendrimet që mund të çojnë në shpenzime të panevojshme. Në marrëdhënie, vëmendja juaj ndaj detajeve nxit lidhje më të thella. Megjithse mos harroni të relaksoni kritikat tuaja. Ngrohtësia forcon lidhjet më shumë se sa saktësia. Projektet në shtëpi lulëzojnë në udhëheqjen tuaj sot, duke sjellë kënaqësi përmes përmirësimit dhe organizimit. Sa i përket shëndetit, merrni në konsiderat një ndryshim në stilin e jetës ose një zakon të ri që promovon mirëqenien tuaj. Përqafoni praktikat e vetëdijes për të rritur qetësinë tuaj të brendshme. Yjet favorizojnë sqarimin e qëllimit të jetës suaj. Sonte shijoni ndjekje intelektuale që rifreskojnë mendjen dhe shpirtin tuaj, duke ju udhëhequr drejt qartësisë dhe përmbushjes. Peshorja. Ekuilibri është tema për 28 nëntorin. Pasi Venusi, planeti juaj sundues, rreshtohet në mënyrë të favorshme me Saturnin. Fokusi juaj ka të ngjarë të jetë në stabilizimin e partneriteteve dhe projekteve ekzistuese. Ky bashkëveprim qiellor sugjeron që angazhimet afatgjata favorizohen sot. Profesionalisht, aftësitë tuaja diplomatike shkëlqejnë, duke ndihmuar në zgjidhjen e konflikteve dhe bashkëpunimin në ekip. Financiarisht, ky është një moment i përshtatshëm për të rishikuar portofolet e investimeve ose planet e buxhetit, duke siguruar stabilitet përmes menaxhimit të kujdesshëm. Në jetën tuaj personale, marrëdhëniet mund të përfitojnë nga natyra juaj e butë dhe mirëkuptuese. Tregoni vlerësim për të forcuar lidhje. Ndjekjet artistike ose përmirësimet estetike rreth shtëpisë tuaj mund të sjellin gëzim dhe harmoni. Shëndeti dhe mirëqenia përmirësohen kur përfshini rutinat e ekuilibrit, të tilla si yoga ose tai chi në ditën tuaj. Kërkoni paqe dhe lidhje duke kontaktuar miqt. Angazhimet shoqërore do t'ju ngrenë moralin. Sonte, reflektoni mbi qëllimet dhe aspiratat, duke i parafruar qëllimet tuaja me energjitë bashkëpunuese kozmike për të ndërtuar një të ardhme të begatë. Akrepi. Energjitë e 28 nëntorit fuqizojnë transformimin ndërsa hëna thekson dëshirën tuaj për thellësi dhe pasion. Inteligjenca emocionale është rritur, duke ofruar njohuri në jetën tuaj personale dhe profesionale. Besojini këtyre instinkteve, veçanërisht kur lundroni në situata komplekse në punë. Vendimet strategjike favorizojnë rritjen, prandaj mendoni me ambiciozitet, por veproni me saktësi. Financiarisht, jini të kujdesshëm me investimet, fitimet afatgjata janë të arritshme me një planifikim të kujdesshëm. Në marrëdhënie, cenueshmëria nxit intimitetin. Ndarja e mendimeve tuaja të sinqerta mund të forcojë lidhjet. Zhytuni në vetëzbulimin ose eksploroni interesa të reja që rigjallërojnë flakën tuaj të brendshme. Shëndeti juaj mund të përfitojë si nga aktiviteti fizik, ashtu edhe nga relaksimi mendor. Merrni në konsiderat një regjim të ekuilibruar ushtrimesh dhe meditimi. Kreativiteti rrjedh pa mundim, kanalizojeni atë në burime produktive si shkrimi ose arti. Ndërsa dita relaksohet, merrni kohë për vetanalizë. Ëndrat dhe aspiratat tuaja përputhen në mënyrë harmonike me rrjedhën kozmike, duke ju udhëhequr drejt evolucionit të thellë personal. Shigjetari. 28 nëntori ndez horizonte të gjera ndërsa dielli nxjerr në pa shpirtin tuaj aventuresk. Dita e sotme është e përgatitur për të eksploruar ide të reja ose mundësi mësimi që zgjerojnë perspektivën tuaj.
Profesionalisht, inovacioni dhe qasjet përpara mund të sjellin sukses. Mos hezitoni të dilni nga zona juaj e rehatisë. Financat kërkojnë optimizëm të kujdesshëm. Kërkoni këshilla profesionale për sipërmarrjet e investimeve. Karizma juaj optimiste është ngjitse, duke ndikuar pozitivisht në marrëdhënie. Lehtësoni biseda të hapura dhe të ndershme për të thelluar lidhje. Planet e udhëtimit mund të shfaqen. Merrni në konsiderat shfrytëzimin e këtyre mundësive për rritje dhe lidhje. Në shëndet, angazhohuni në aktivitete fizike në natyrë për të shfrytëzuar energjinë tuaj të bollshme, duke ju mbajtur të ekuilibruar dhe të fuqizuar. Praktikat meditative ose studimet filozofike pasurojnë mendjen dhe shpirtin tuaj, duke nxitur paqen e brendshme. Yjet mbështesin kërkimet tuaja për njohuri dhe të vërteta më të larta. Ndërsa mbrëmja shpaloset, lidheni me të dashurit ose shijoni vetmin me një libër tërheqës, duke I lejuar shpirtit tuaj të kënaqet në gëzim dhe zbulim. Britsjapi. Shtrirja qiellore e sotme më 28 nëntor thekson disiplinën dhe ambicien. Planeti juaj sundues, Saturni, mbështet përpjekjet tuaja, veçanërisht në sferën profesionale, ku planifikimi strategjik çon në rezultate mbresëlënse. Përqafojini sfidat si mundësi për rritje dhe shfaqni aftësitë tuaja udhëheqëse. Financiarisht, menaxhimi I kujdesshëm dhe strategjitë konservatore të investimeve ofrojnë stabilitetin më të mirë në sipërmarrjet aktuale. Marrëdhëniet personale përfitojnë nga prania dhe besueshmëria juaj e qëndrueshme. Komunikimi I hapur ushqen lidhje të qëndrueshme. Në shtëpi, merrni në konsiderat organizimin ose pastrimin e hapësirave për qetësi mendore. Planifikoni ditën tuaj në mënyrë metodike, duke balancuar punën me relaksimin e nevojshëm. Nga ana shëndetësore, rutinat e rregullta mbështesin mirëqenien tuaj. Përfshirja e praktikave të lehtësimit të stresit nxit mirëqenien afatgjat. Reflektoni mbi arritje dhe hartoni shtigje për aspiratat e ardhshme. Yjet inkurajojnë ambicjet pragmatike të shoqëruara me vizion krijues. Ndërsa bie nata, relaksohuni me një hobi ose lidheni shoqërisht, duke çmuar ekuilibrin e produktivitetit dhe kënaqësisë që jeta ka për të ofruar. Ujori. 28 nëntori shënon një ditë inovacioni dhe lidhshmërie. Me uranin që ndikon në shenjën tuaj, prisni përparime në mendim dhe aktivitete të drejtuara nga teknologjia. Në punë, idetë tuaja progresive I çojnë projektet përpara. Përdorni kreativitetin për të përballuar detyra sfiduese. Financiarisht, analizoni gjendjen tuaj financiare. Buxhetimi inovativ siguron sigurinë në të ardhmen. Krijoni aleanca. Pasi bashkëpunimet me individ me të njëjtat mendje përparojnë qëllimet personale dhe profesionale. Rrethet shoqërore zgjerohen dhe ndërveprimet surprizë ofrojnë perspektiva të reja. Marrëdhëniet lulëzojnë duke pranuar dallimet dhe duke përqafuar diversitetin e mendimit, duke rritur harmoninë dhe mirëkuptimin e ndërsjellë. Shëndeti juaj përfiton nga angazhimi në aktivitete mendore stimuluese. Merrni në konsiderat të mësoni diçka të re sot për ta mbajtur mendjen tuaj të mprehtë. Përqafoni instinktet tuaja humanitare duke kontribuar pozitivisht në komunitetin tuaj. Ndërsa afrohet mbrëmja, relaksohuni me miqt ose në vetmi me projekte krijuese. Energjia juaj e gjallë tërheq pozitivite dhe sinkronizëm, duke nxitur një mjedis të pjekur për rritje dhe evolucion të frymëzuar. Peshqit. 28 nëntori shpaloset me rritje emocionale dhe shpirtërore. Neptuni, planeti juaj sundues, rrit kapacitetet tuaja intuitive dhe kreativitetin, duke e bërë atë një ditë për vetanalizë dhe shprehje artistike. Profesionalisht, mbështetuni në natyrën tuaj empatike dhe të menduarit inovativ për të lundruar në dinamikën e vendit të punës. Strategjitë e adaptueshme japin rezultate të frytshme. Financiarisht, besoni në instinktet tuaja kur vlerësoni mundësi, por qëndroni vigjilent ndaj mendimeve të dëshiruara. Ndërveprimet personale janë të pasura me thellësi. Përqafoni bisedat emocionale me të dashurit, duke ofruar ngushëllim dhe mirëkuptim. Krijoni strehën tuaj personale me një mjedis qetësues. Merrni frymëzim nga muzika ose arti. Kujdesi për veten është parsor. Integroni teknika meditimi si yoga ose tai chi në rutinën tuaj për të arritur ekuilibrin. Lidhuni me natyrën për të rigjallëruar shpirtrat tuaj. Sonte, zhytuni në botën tuaj të brendshme përmes shënimit të ditarit ose meditimit, duke forcuar ëndrat dhe aspirata. Lejoni që energjitë kozmike t'ju udhëheqin drejt qartësisë, duke ndihmuar në ndriçimin personal dhe duke hapur rrugën për sukseset e ardhshme. Nëse ju pëlqeu kjo video, mos harroni që të bëni subscribe dhe të klikoni butonin e ziljes që të informoheni për videot më të reja. Për ju një like nuk kushton asgjë.
për ne është një ndihmë e madhe.